Kohën e vështira formojnë burrat fort. Kohënat e mira formojnë parazit, burrat likësht. Çfarë bën kohën e lirë? Kohën e A ke lirë, kohë të lirë? Si fillon dita jote? kohën e lirë e marrën. E marrën kohën e lirë, të them drejtën E merr leje të shefi. Unë e kam shefin shumë të mirë, e kam Jacqueline nga biku i madh i Zot. Se e kam një partner të jetës. Si kuptuam në vetë mas pari. Edhe jo më thot, Anton, këtë vikend me së rezervoj kur gjë, largoj këtë terminet se ikim dika. E falenderoj shumë Jacqueline, bashkëshorten time, për gjithçka. Pra do më thonë, ajo ta bën edhe skenarin e lëvizjeve të javës, e? Shka mu më bërë në gosë, dhe më thonë se kam brengat e mia të më dhona, rënin kosovare. Rënin, jo kosovare, po thuje rënin evropiane. E po stagnojmë ekstrem shumë me lindje, me mentalitet. Evropa na kena problem, po thuje të se me mentalitet s'kemi. Thmi, rëni, ka më në mungu. Akoma sa nuk është të në mungu shumë. Ama në 10-20 vitet e funit, kam frikë se edhe Zvicrë do të marrë, nështë indiana, ku të dione, aziata, ku të dione. Shumë pak thmi. Pse ku po spolindi apo Luksi madh. Po më duket luksi po presh njeriu. Luksi e prish njeriu. Po. Okej. Luksi. E kam një intervistë te princit Dubajt. Kohën e vështira formojnë burrat fort. Kohën e mira formojnë parazit, burrat likësht. E ndoshta edhe kjo është problemi të shqiptarë dhe të kurse ti je formuar në kohën e vështira, po je duke jetuar në kohën e mira, apo jo? Altin, unë me moshën 14 vjeçar, do të thënë 14 vjet gjysmë kam pas kur kam shkuar në Zagreb. Ati kam kryer shkollën, ati kam punuar dhe kam kryer shkollën, pastaj kam ardhur në Zvicër. Okej. Edhe jo se kam punuar në furr, unë kam punuar në furr. Po mas ditën shkojshna për neshna në lulit, do të thotë 2 punë kam bajt. Jo vetëm unë, po krejt vllazët e mi. Vllavi jem Krizmeni punoj ka në gastronomi. Shtunë ose kur kish fesë ose 2 ditë lira se i kish shkoj ka kamionit. Domethënë çdo vllai i kanë kry 2-3 funksione. Kuptoj.